Hej miqtë mi, shpresoj që po kaloni bukur, teksa po qëndroja këtu bashkë me ju, në fakt dua pak të flas për Rozana Radin. Rozana Radi që nga përfundimi i Big Brotherit, po duket që gjërat i shkojnë shumë barë, po duket që suksesi i saj nuk ka të ndaluar dhe ajo në shumicën e rasteve me ndjekësit e saj në rrjetet sociale, Instagram, TikTok, Facebook, ndan momente të bukura, ndan çaste fantastike, ndan momente joshëse. Dhe pikërisht momenti i fundit është kjo video, në fakt ku Rozana shfaqet me rroba plazhi dhe shumë e bukur tepër tërheqëse, ajo duket që ka një ndryshim drastik në pamjen e saj. Teksa të gjithë po vjetërohen me moshën, ajo që unë kam arritur të kuptoj, Rozana po rinohet çdo ditë më shumë. Dhe kjo në fakt po më bën një tërheqje të madhe të vëmendjes. Ajo ka nxjerr këtë videon që duket shumë joshëse, shumë tërheqëse, nuk ka dhënë detaje të tjera se kur do të sjellën këngën e shumë premtuar në fakt me Noizin edhe me bashkëpunimin tjetër që kishte, por thjesht po tregon çdo ditë që Rozana është gati për të bërë gjëra interesante. Unë prisja që Lule Bor, edhe pse është një këngë dimërore, të dalë këtë verë, por siç duket gjërat po vonojnë. Por Rozana ka filluar të shijon pushimet, po kënaqet në pushime, po argëtohet, duket shumë energjike pas Big Brotherit dhe po dhuron shumë energji pozitive. Nuk kemi një detaj në fakt ku Rozana do të pozicionohet që nga muaji shtator. Të gjithë ish banorët e Big Brotherit që kanë qenë të vëmendshëm nga publiku janë përkushtuar dikund. Rozana nuk kemi një informacion, informacionet e vogla janë që Rozana Radi do të jetë pjesë e një formatit të madh të Top Channel-it, por këtë ditë presim që ajo do të sjellën edhe këngën e saj të parë më pas Big Brotherit.